Bashkia Lezhë ka hequr dorë nga përfaqësimi në bordin e shoqërisë rajonale të ujësillës kanalizimeve, ndonse zotëron 30% të aksioneve. Vendimi vjen si reagim ndaj mënyrës së administrimit të ndërmarrjes dhe rritjes së çmimit të ujit gjatë viteve të fundit, që është miratuar pavarësisht kundërshtimeve të Këshillit Bashkiak. Ajo që më ka shqetësu është tendenca her pas hershme për të rritur çmimin dhe nuk është e vërtetë që 2013 nuk arrit. E kemi arrit pasi e kemi kundërshtuar ne këtu është rrit. Në Shëngjin sot mbytet me ujë, e keni ju për detyrë me hyrë aty, as merrni as i mas, as nuk qeni as i mjet, as nuk qeni as i punëtor. Asnjë. Shkojmë ne si bashki, i bëjmë punë me shërbimet, ndërsa ju jeni inekzistent fare atje. Dhe nëse lekët e taksapaguesve lezhjan shkojnë me mbush gropat e gjithë qarkut, këtë du me ditë ne. Drejtori i shoqërisë rajonale të ujësillës kanalizimeve në Lezhë, Zef Maçi, mbrojtoi punën e institucionit duke deklaruar se fal performancës pozitive janë siguruar investime të rëndësishme. Për 9 vite nuk është prerë funksioni furnizimit me ujë të pijshëm Lezhë. Energji pa energji, defekte pa defekte. I shlyejmë të gjitha kredit muaj për muaj dhe kjo ka bërë që qeveria shqiptare, donatorët ta rikonsiderojnë qytetin e Lezhë, duke sjellë 16 milion euro investim për eliminimin e përmbytjeve në qytetin e Lezhë, një herë mirë. Me reformën e vitit 2024, ujësillës kanalizime në Lezhë është ndërruar në një shoqëri rajonale, duke përfshirë edhe Kurbinin dhe Mirditën, njësi që kanë trashëguar humbje dhe borxhe të konsiderueshme.